Të kalosh tani në Sazan dhe të gjithë mediat mainstream hiq në një tek-tuk. U morën, po sidomos Lydi Fevzi edhe në një tjetër si ky Lyja. Merreshe me ça hëngri Ivanka. Tashi po ta bëj dhe unë ty këtë pyetje se ore me tërmend ça hëngri. Na flasim ndër se ça hëngri Ivanka. A do ta dish ti se ça mendoj unë që ka ngrënë Ivanka? Ça hëngri Ivanka. Po puna e Ivankës valla ça këta ore se neve ndonjëherë domethënë jemi çuditshëm ne, domethënë ça hëngri, po si të gjithë valla ka zgjedhur një pjatë aty, është ulë në një restorant do haj çka ka restoranti. Ça mund të haj robi? Po këta domethënë ç'lidhje ka kjo me gjeostrategjinë e Sazanit valla? Ça hëngri Ivanka Trump? Po ku diun? Megjithatë njerëzit janë kurioz, shpendi ta dinë se çfarë ka ngrënë Ivanka. Për shembull, Igor Lendi thot e gjeti përgjigjen vlla, thot Sujuk Tel Avivi. Okej, thashë tha Sujuk Kosovë. Sujuk Tel Avivi. Pse bëhet Sujuk edhe atje në shkëtira? Me çka ka ngrënë Sujuk Kosovë? Igor Lendi, Sujuk Tel Avivi. Bravo. Bravo. Shumë mirë, interesante. Po shumë mirë, shqyre ju shtof teoreksi,